Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi e premte 14 mars 2025. Dashi. Kujdes nga xhelozia e cila mund të krijojë probleme të pakapërcyeshme. Nëse mendoni se keni probleme me njerëz që janë të afërm ose bashkëpunëtor, drejtojuni atyre drejt për drejt. Demi. Në dashuri ndjeni pak të mërzitur ose ndoshta një njeri që dëshironi tani është më larg jush. Për çështje burokratike ka kaq shumë për të rishikuar. Binjaket. Mos e prish këtë ditë për asgjë. Shfrytëzoni rastin të lini veten të shkoni në emocione të reja. Gaforja. Një angazhim i madh mund të krijojë stres, por në mbrëmje mund të shëroheni plotësisht. Ulje dhe ngritje në të ardhura. Në dashuri ju keni treguar disponueshmërinë dhe jeni duke pritur për një përgjigje. Luani. Situatë e vlefshme për çdo gjë që ka të bëjë me projektet e mëdha që i keni vënë vetes, ndiqni instinktin tuaj, do ju çojë larg. Vetëm sot një situatë qesharake mund t'ju bëjë të buzëqeshni. Virgjeresha. Disa marrëdhënie janë të mbetura, tani varet nga ju të vendosni nëse do t'i vazhdoni ato apo jo. Në shtëpi disa shqetësime për një të moshuar ose të dashur. Peshorja. Vendimet e biznesit mund të shtyhen gjatë kësaj kohe. Ngjarje shumë me fat. Akrepi. Marrëdhëniet me takimet e largëta dhe ato të biznesit janë rritur. Nëse jeni duke kërkuar një pasion, ju favorizon. Shigjetari. Nuk e ke mendjen, përpiquni të shmangni polemikat në marrëdhënien tuaj të dashurisë. Për shkak të krenarisë tuaj dhe atyre momenteve kur tentoni të mbyllni veten, do të jetë e vështirë për ju të kërkoni falje. Prisni lidhjet me ata që nuk e meritojnë. Britsjapi. Dëshironi të shkoni larg, filloni një jetë të re. Favorizohen risit, trupi po rikuperohet dhe ka edhe një ftesë të papritur pasdite. Ujori. Sot do të jetë e vështirë të qëndrosh i qetë, dikush do të përpiqet të zemërojë, mos u jep anën provokimeve. Nervoz për një përgjigje që nuk mbërrin, tani ju flisni. Peshqit. Tani ju duhet të gjeni një strategji fituese në fushën e punës. Nëse keni filluar kohët e fundit një projekt, është normale të jetoni disa ditë rregullimi. Në dashuri, duke kërkuar dhurata, ju doni të merrni diçka më shumë. Rezultatet nuk janë të dukshme, të paktën për momentin. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.